Pora, e dyta është ajo që na përket neve, me ofru një platformë që e nxjerr Kosovën prej cikleve pambarim të zgjedhjeve. Qytetarët e Kosovës e dinë që nëse votojnë zotin Kurti, ai do t'ju lyj prap vot në vjesht. E prap herën tjetër në pranverën tjetër. Kështu që mendoj që neve na takon me shpjegu që na duhet me dalë prej këtij diskutimit për pozicionet. Kosova duhet të ketë një president, një figurë të mirë, por nuk është halli i Kosovës me pas një president, vetëm. Halli i Kosovës me pas një president që i kryjnë punë që i takojnë, po presidenti i Kosovës në një republikë si na parlamentare s'ka rol me ndru jetën e njerëzve. Neve na duhet një qeveri që merret me problemet e njerëzve. Ky cikël i pambarim i zgjedhjeve e ka kriju lart një ide, edhe një situatë, ku njerëzit nuk besojnë në ndryshim. Njerëzit nuk besojnë në ndryshim. Njerëzit e votojnë ndoshta Albin Kurtin, po e votojnë me idenë që okay, hajtë të shohim, t'ja dhojmë edhe një shansë. Mendoj që shansat pambarim që ka dhënë publiku i Kosovës Albin Kurtit kanë me përfundu me 7 qershor. Na takon neve me dalë me shpjegu programin ton. Edhe sigurisht na, edhe në zgjedhjet e kaluara në këtë program në këto zgjedhje do dallohemi për programin që përfshin gjitha fushat e jetës në Kosovë, edhe për një njerëz që është në krye të atij programi që është Bedri Hamza. Në fakt Bedri Hamza është njeriu i vetëm sot, skenën e politikës të Kosovës, që kur e thirrën në intervista flet për jetën e qytetarëve, flet për çmimet e larta, për rrogat e ulta, pensionet e ulta, mungesën e investimeve kapitale, e gjitha këto është i vetmi njerëz që flet për këto. Këto janë sot nevojat e qytetarëve të Kosovës. Okej, dy gjëra. E para, nëse presidenti është më shumë ceremonial edhe nuk ka ndikim direkt në jetën e qytetarëve, se u bë që ka komplikim i madh me votu ato. Edhe pse ka me qenë ma lehtë mas 7 qershorit. U bë komplikim i madh sepse është tendenca Albin Kurti me marrë këtë pushtetet. Po bre, ju dëgjova thatë ka tentuar me ju nënshtru. Çka nën kupton me ju nënshtru? Me votu një kandidat tit preferum. A duhet një opozit me votu, me ia dhon këtë pushtetet një partije, që unë po ta them këtu. Unë jam PDK. Nëse vjen dita që PDK-ja më morë këtë pushtetet, unë kam me kanë një parë që po inqizohet. Kjo kam me thonë stop, ç'kë nuk bën. Unë ku jam, PDK-ja s'du me pas këtë pushtetet. Do të thotë sepse rregullat e demokracisë janë me mbrojtje edhe për vetvetes, edhe për pushtetit ton. Ligji, kushtetuta janë ato për mbrojtje edhe për pushtetit ton. Unë jam kundër që PDK-ja një ditë me pas këtë pushtetet. Ktu ka pas një tradit gjatë bashkëpunimit. Janë bo PDK, LDK, janë bo LDK, janë bo koalicione ndryshme, gjithmonë pozicionet janë ndo. E vetëm herë kur pozicionohet që një parti mi marrë krejt është kjo. Me qenë se populli i Kosovës nuk ja ka dhonë votën, s'kemi pse ja dhojmë na. Neve na ka votu populli i Kosovës 20%, me 22 deputet. Neve nuk na ka votu, mi ja dhonë votën Albin Kurti, mi marrë dhe një pushtet tret që është posti i presidentit. A di pse po merret, po synohet më marraj, pro mujt mi kap krejt institucionet. Prokurorin, gjykatat, shërbim, AKI-n, çdo institucion tjetër. Për çfarë qëllim merren? Se ju shihni edhe sot vazhdon në emëron zëvendës ministra. Qeveria ndërheqe, pra qeveria ndërheqe sipas ligjit ka kufizimin e detyra, çsoj qeverisë me kufizimin e detyra, ky është në zëvendës ministrat. Ky është një abuzim i papamëve i pushtetit. Emëron zëvendës ministra ndërkohë që në zgjedhje jena 30 ditë përpara. Kështu që mendoj që gjitha këto janë ngjarje që janë sekuenca të një historie të madhe të bllokimit të Kosovës. Sot Kosova është plotësisht e bllokuar. Këtu krejt që ka ndodhur është pagesat direkte, 100 euro, 50 euro, rruga 13, mirë që ndodhin ato. Por ne kemi nevojë për një kapërcim të madh. Ç'e bëjmë na kapërcim të madh? Nëse më lejohet një minutë më thon. Kapërcimi i madh ndodh kur ti nuk jep njerëzve kanë 100 euro, po ja urrit rrogën 50%. Nuk ka mund var kur jemi në qeveri kur i teket kryeministrit me dhon parë. Çka kjo tendencë? Ju keni po vitin e kaluar, pak para zgjedhjeve ju dha kanë 100 euro studentëve dhe studentëve ju shkoi një mesazh që ishte gjëja më shumë tume që kum po na herë, nderuar studenti që morën 100 euro me respekt Albin Kurti. Thuaj që i kanë nxjerr prej xhepit vet. Se ky don me thon unë që unë ti dash, ju ti si jap. Që shpjegoj qytetarëve të Kosovës. Momenti kur vendoset më rrit rrogat kushton 5 sekonda një nënshkrim i Bedri Hamzës si kryeminist, kaq. Se parat janë. Nuk janë Bedri Hamzës, as kur farmonimi me rrit rrogat, s'është. Në parat janë tonat. Po pra, e pse duhet vazhdimisht me nda kur don kryeministri paret, edhe me tar një mesazh të dha Albin Kurti. Shi për shemb për librat, nëse më lejon me marrshëm. Rregullin që kemi ndërtu na, i librave falas ka qenë ky, që nxënësit kur kanë shkuar në shkollë ditën e parë, me një shtator, i kanë gjetur tavolinë palume. I kanë vendos stafi i shkollës e kanë thonë, mësuesi ka thonë që librat janë këto, kjo për këtë land, kjo për këtë land. Tash çka ndodh? I kanë heq prej atujt, i thonë na ti qesim parët ty në llogari, e ti shkon pret në radhë në librari e i blen libra. Pse? Se më thonë që unë t'i jap parët ty. Që unë po Albin Kurti po na jap neve parët. Albin Kurti jep parët.